është sporti i popullit, dhe sporti i popullit duhet të ketë sa më pak shpenzime, ta e shikojnë si biznes, megjithatë kanë futur atë frymën dhe atmosfera me të vërtet ka qenë fantastike. Mjafton kujtoj që ditë e para, në mos gaboj ditën e dytë të votrorit, kam parë se një kanal amerikan që shkruanin me titra dhe i shpjegonin popullit amerikan që Messi luan në Amerikë, por nuk do të luaj për përfaqësuesën amerikane, do të luaj për Argjentinën. Domethënë në këtë nivel jemi të tifozëve këtu. Dhe sigurisht që ata shpesh dhe ata shijojnë shumë tifozëritë europiane këtu, por dhe tifozëritë europiane kanë marrë nga kjo gjithçka XXL që bëhet në Amerikë. Ku është gjithçka e madhe dhe gjigante, është egzageruar. Edhe sportin. Absolutisht po. Ashtu duhet jetë në fakt. Gjergji nuk e dia. Për sa i përket, po. Jo, për sa i përket skuadrave, besoj ju e thatë pak, ndeshjet e treta gjithmonë kështu kanë qenë, bën llogari se kush do të në kë do të luajmë, kush do të shkojmë, bën llogari. Në vitet e fundit kanë ndryshuar pak sepse skuadrat e mëdha kam përshtypjen se nuk bëjnë dot shumë llogari për shkak të sponsorëve, për shkak të futbollistëve të mëdhenj që mbas edhe nuk pranojnë që ndeshjen e tretë të rinë të themin stol dhe të kenë fuqi apo të ruajnë anën fizike sepse sponsorit dhe statistikat ja u kërkojnë një gjë të tillë, gjë që tek Norvegjia nuk ndodhi, por deri diku është e kuptueshme sepse besoj se Norvegjia një nga armët forta ka anën fizike dhe kërkon ta ruajë, ndërkohë që për Francën skuadër që anën fizike mbasi se ka parsore, ka kualitetin, gjithçka është normale që të vristen me skuadrën më të mirë. Në atë që ke parë Gjergji, cila skuadër mendon që mund ta fitojë realisht të botrorin? Ke parë Brazilin live? Arigloni këtu te ne në podcast ka shumë shpresa se Brazili mund ta bëjë surprizën, por Franca, nuk e di, kjo Franca live si çfarë përshtypjesh ti jep? Sa shumë kemi vuajt këto parashikime në vite, edhe kemi gabuar sepse me të vërtetë që por nëse ka një kompeticion ku gabon më pak është botrori. Dhe mjafton shikfor që gjithë botrori kanë fituar vetëm 7 vende apo 8, mos gaboj. Pra, deri diku jemi gjithmonë atje. Brazili nuk është ai Brazili që kemi parë edhe unë djalin, mbështet Neymar, mbështet Brazilin dhe unë deri diku jam fans dhe ashtu mendoj. Ka një armë fort, ka psuar vetëm një gol, pra ka rregulluar mbrojtjen dhe deri diku e përligjat e deklarata të Ancelotit përpara botrorit që nuk fitohet gjithmonë me një gol më shumë shnuar, por mund të fitosh edhe me një gol më pak të psuar. Ka krijuar një mbrojtje, por besoj se në 7-8 ndeshje kaq decisive me këtë sulm që ka skuadra e Francës, për mua është absolutisht me Spanjën dy skuadrat pretendente. Jo, unë do të thoja që Brazili ka filluar të marrë pak formë, mos harrojmë. Ka ardhur pak në vete disi nga ndeshja e parë. Dhe me Ancelotin, siç e the edhe ti, shkolla italiane, si puna Italisë, nëse mund ta përdori me brek në përkom gjithmonë ka ecur ka fitu botrorin, kështu që po shiko, është trajneri më i mirë, është trajneri më i mirë botë. Trajneri më i mirë, ndoshta ndër më të mirë në histori. Është besoj se arma e fortë e Brazilit në finale duhet shnosh. Absolutisht, arma e fortë e Brazilit, jo, kalon edhe penalltish pa shënuar. Ka shpresa, është tifozi i Brazilit i sëmur Arigloni Gjergji, nuk ka del dot. Gjithsesi arma e Brazilit të botror, un kam shpresën dhe kam thënë që nëse Vinicius do jetë në super form, do eci edhe Ancelotti, pra ato dy shikoj armën kryesore. Shpresojmë se jo. Gjergji, do ndjekësh ndonjë ndeshje tjetër aty, do kesh kënaqësinë edhe emocionet e këtij botrori ende? Besoj se do ndjekë ndeshjen e ardhshme që duhet të jetë sipas parashikimeve të mia, duhet të jetë Gjermania me skuadrën që do i bjeri në short. Sepse këtu në Boston, ku jam unë, luhet ky takim, luhet në një tjetër dhe nuk besoj se do të them në Tiranë. Gjermania është mund të jetë Paraguay nëse kalon me nuk është shumë përcaktuar. Kështu që gjithsesi Gjergj po shijon maksimalisht kam përshtypjen, po na bën pak xheloz. Me qenë shumë nga ne që merrem me sportin, shumë nga ne që merrem me sportin, tani të gjithë do dëshironin të ishim atje. Fatlum Gjergji, realisht mendoj dhe të uroj ta shijosh jashtëzakonisht. Me vite këtë gjë. Ndeshjet e Brazilit. Gjergj, të falenderojmë shumë nga kjo lidhje.
Të falenderoj shumë nga kjo për të Faleminderit lidhje nga juve. Boston Stadium dhe shijoje, vazhdo shijoje. Mirupafshim. Faleminderit. Pafshim. Na dhe mirë. Tani, jo xheloz. Gazetar tani jemi çik xheloz tani se do donim të gjithë ishim atje, me është xhelozi e mirë, jo xhelozi e keqe, ëh po, të kuptojmë. Sigurisht xhelozi e mirë. Na bëhet shumë qefi Unë akoma nuk kam për parë shokët dhe për miq që kanë atë ndeshje botrori. live në stadium. Imagjino që është bërë edhe botrori në Europë për herë të fundit është bërë 2006-ta, Gjermania, pastaj S'kemi në Rusia 2018, por Rusia ishte pak ishte e vështirë për t'u aksesuar ose të pak nga Shqipëria, të paktën edhe për çështje logjistike, viza, çështje logjistike dhe gjithçka tjetër, po besoj që do rikthehet botrori në 2030, do i kesh Spanjë, Marok. Marok, do ikin Marok, do sigurt që do Me ikin që prap nuk Marok. do e shikosh në Europë, prap, por në Amerikë, shiko, ai në Amerikë nuk e di. Pavarësisht të gjitha kontestimeve, besar si e ke parë, se ka patur shumë debate, shumë polemika për konceptin që ata kanë për futbollin, shumë i bukur ai detaj që tha Gjergji që u detyruan të shpjegonin tifozëve në stadium që Messi vërtet luan në Major Soccer League amerikane, po është Argentinas dhe në Nuk këtë luan për eveniment Amerikën. tani duhet që të përfaqësojë Argentinën që e ka vendlindje. Me fjalë, ka patur kjo e pauzave, çmimet e biletave, fakti që mendonin gjithë se nga që nuk është sporti më popullor atje mund të vuante pak spektakli, po emocionet janë të jashtëzakonshme. Po emocionet padyshim që janë të jashtëzakonshme, megjithatë mendoj se mentaliteti ka ndryshuar paksa. Më parë ka qenë në Amerikë ka qenë sporti më pak popullor, po fakti që klubet kanë investuar në blerjen e lojtarëve të rëndësishëm si Messi, Iniesta dhe disa futbollistë që i kanë afruar në kampionatin amerikan, i ka bërë që edhe tifozët të jenë pak më ta dashurojnë më shumë futbollin që njohim gjithë. Megjithatë, është një eveniment që nuk duhet humbur, pavarësisht se stadiumet janë plot, spektakli është maksimal, ndoshta orari është i vetmi problemi i këtij botrori për ne europianët që jemi këtu, se për ata patjetër që është në momentin e dur. Megjithatë dhe Amerika si ekip ka qenë shumë mirë në këto ndeshje. Po, jo është paraqitur goxha mirë në ndeshjet e para. Një Megjithse paraqitje shumë të mirë. Pavarësisht se u mundën në fund dhe kështu kishte rotacion kur thyen lojtarët, të njëjtën gjë që bëri Norvegjia. Norvegjia sot me Francën, ishte surprizë. se nuk po flasim fare, me fjalë Norvegji Francë 1-4, po pritej një ndeshje me gola, 2-3 kisha parashikuar unë dhe isha shumë afër, se humbi edhe 11 metërsh Norvegjia, kishte raste Franca është nga skuadrat e mëdha që të lejon që ta sulmosh edhe ta rrezikosh. Po, por Franca është ndoshta e vetmja e madhe që të lejon ta rrezikosh, ti shënosh gola. Dhe Norvegjia i pati të gjitha ato raste, pritej shumë gola, por befasi shumë e madhe, nuk e di, shumë e madhe. Pritej rotacioni i madh, po jo gjithë formacioni. Jo 11 që. Jo, realisht ishte normalisht surprizë kur kam parë formacionet tash. Ore, a janë formacionet e vërteta këto apo Për Haaland dhe Odegaard e kisha lexuar që në orët e para të mëngjesit, me fjalë sepse na rastisën ato ndeshjet e mbrëmjes që pam edhe Holandën edhe Japoninë deri në 3 mëngjesit dhe pastaj dolën një herë informacionet nga Amerika që Haaland nuk do ishte titullar. Kjo është gjë më e bukur që mund të bësh. Sepse ti nuk ke pretendime që mund të trafësh Francën, bën edhe ato llogaritë tuaja të intereson më mirë vendi i dytë. Pse mos ato çuna që i ke thirr, që i ke marr atje, që kanë ardhi atje, pse mos i fusësh të gjithë në lojë? Kur e ke mundësi në një ndeshje tillë, ndeshje luksi pa presion, ka mundësi pa asgjë, pse mos i fusësh? Pse mos ta shijojnë edhe ata minutazhin e botrorit? Dhe emocionet e botrorit patjetër. Ëh? Shikoj. Botrori domethënë është një mundësi që mund t'i vi pak lojtarëve në jetë, brezi i artë i Francës dhe ekipi që ka të rinj aty ka mundësi që të tregojnë veten e tyre. Okej. E kanë mundësinë dhe kanë mundësi që të shkruajnë historinë duke fituar, por Oscar Bob të Norvegjisë, që është nga akademia e City, normalisht kualiteti britesh, që tregoi realisht potencial shumë të lartë. Po. Pra nëse nuk do jetë te City vitin tjetër, shumë e sigurt që ai do shitet te një ekip shumë i rëndësishëm në Premier League që të ketë minuta, sepse kundër yjeve të Francës me atë Norvegji të arnuar, le themi, i tregoi potencial shumë të lartë. Impakti i botrorit është shumë i madh.
Dhe sidomos Shikoni motor. portierin Vozina, domethënë. Po. 5 milion. Absolutisht për një orë. impakti Ka shku emocion. 16 milionë është portieri 16 që ka më milion. shumë followers sa. Po, Portieri që ka më shumë Iker followers. Casillas, Buffoni punuan gjithë jetën, ishin Gjithë numër jetën. 1 në botë, vjen Një ndeshje. Bozinja i panjohur me një ndeshje. 2 orë. Është prandaj është i jashtëzakonshëm botrori. Efekti digjital është i jashtëzakonshëm. Dhe kisha parë edhe një gjë tjetër, po do ta diskutojmë pak më mbrapa te kjo gjë që lidhet me këta portierat e panjohur, sepse nuk ishte vetëm Vozinja, janë disa, po siç kishim Gjergjin nga Bostoni që sapo shijoi emocionet e ndeshjes ndërmjet Norvegjisë dhe Francës, do të kemi edhe një tjetër koleg gazetar i cili jeton por në Kanada. Jam pak më ftohtë edhe si ambient, si atmosfera të atij, si kushte atmosferike, nuk e di për emocionet e botrorit Kamber, që ke bërë edhe shumë i bukur sot me xhaketë, me këmish. Vetëm Ja kollaj. nga puna sot. Kamber, je në zyrë, mos të kemi shkëputur gjë dhe nga puna. Jam sa mbarova punën, orë ka kaluar ora 5, jemi. Mirë, dakor, jem me rregull andej. Jem me rregull andej. Kamber, s'po aty në Kanada, tani na trego pak çfarë po ndodh në Toronto tani, se dhe ju prapë epiqendër jeni, gjithsesi e këtij botrori. Shiko, unë thash edhe herën e kaluar që u lidhëm këtu është i çik ftohtë, është më ftohtë me futbollin se sa është me klimën. Po edhe siç është klima ndikon, për shembull po ta shikoje ndeshjet e 2 dhe 3 të Kanadas që u zhvilluan në British Columbia në Vancouver, atmosfera ishte komplet tjetër, sepse aty është qytet më sportiv, janë njerëzit më aktiv, kurse Toronto është qendra financiare, nuk e ka njëri mendjen për sport, aty është qendra turistike më shumë. Edhe ju në Toronto si punë Vetëm te amerikanëve, legët. vetëm të legët Vetëm te mendja, legët. vetëm të biznesi. Po ka i çik ka ecur domethënë pas asaj fitores me Katarin 6-0, njerëzit kanë filluar ta shohin botrorin, kanë filluar të kenë shpresa se Kanadaja me vërtet mund bëj diçka. Dhe patjetër që mund të bëj diçka, sepse realisht Afrika e Jugut bëri një nga surprizat më të mëdha të këtij botrori, duke mundur Koren personalisht edhe për cilësinë e skuadrave, Ariglon, dakor, se ti ishe çik kontra pedal, ishe shumë për Afrikën, por Afrika e këtij edicioni nuk ishte si Afrika me cilësi si Afrika 2010-s, fitoi, u kualifikua dhe luan me Kanadan zyrtarisht. Kështu që Kanada ka shans që ta kalojë fazën e 1/16-tave dhe më pas të shpresoj që në 1/8 të bëj surprizën Kamber pas Afrikës së Jugut do të jenë Holanda ose Maroko fituesja e këtij çifti, kështu që besoj keni të garantuara 2 ndeshje të tjera shumë të mira dhe shumë të bukura. Mirë, problemi është që nuk ka më ndeshje në Kanada, në Kanada i mbarojnë ndeshjet në shtëpi. Ndeshja tjetër të dielën do jetë në LA, në Los Angeles, më duket. Gjithatë ka shpresa, pritet që Alfonso Davies të aktivizohet në ndeshjen tjetër. Edhe pjesë e dytë, fundi pjesës dytë i ndeshjes me Zvicrën i ka ngritur i çik shpresat se mund të bëjnë diçka. Po prap njerëzit janë me këmbë në tokë, të kalosh në të 16-tat, të kalosh në të 8-tat është sigur e kanë fituar Kupën e Botës. Nuk pretendon njeri më shumë. Po, normalisht nga Kanadaja, vend që nuk është se e shikojnë, pritesh, por nuk e di, pat shumë polemika pas 6-0-s. Me Katarin. Me Katarin, sepse miqtë e shtëpisë dhunuan një ekip. Po në fakt dhunuesit ishin ata të Katarit, se me dëmtimin që i shkaktuan Ismail Kones edhe kështu me radhë tani. Por të ta pres pak shpresë, mendoj se Kanadaja dhe i neshe do ketë. Këtë me Afrikën. Kualifikohet Afrika thua ti? Kualifikohet Po, Afrika. Kamber, të lutem, mund të ma sqarosh sepse nuk bindet. Shiko, gjithë ideja është në gjithë botëror është kush ka afrikanët më të mirë në ekip. Edhe Kanadaja ka goxha afrikanë të mirë. Gjithsesi ai rikthimi Davisit nuk është se do i vi për më mirë. Është edhe çështja e ndryshimit të klimës Kamber, se qarkullojnë ato fotot shumë interesante që thonë ekipet europiane i kanë shumë lojtarë me ngjyrë tani në përbërje, ndërkohë që ekipet afrikane i kanë lojtarët
pak më të bardhë dhe kështu jo, ndoshta efektet e klimës janë reale edhe në Kanada tani, ku të gjithë kanë qenë të bardhë si bora. Se e përmendi shumë klimën në Kanada. Ka ca pjesë Kanadas janë më vërtet shumë të ftohta, por për shembull Toronto me Bostoni nuk kanë një ndryshim. Është pothuajse e njëjta klimë. Kështu që nuk është arktik, është vend normal. Në Brit. Besoj, nuk rabor gjithë dimrin. Këni kur është për Kamberin besar. Atmosfera në Kanada si është? Tifozeria, fan zone. Mi fjell, tani besoj Kamber, tani që si keni ndeshjet aty, sepse, okej, tani besoj që do vendosni ca fan zona që të mblidhen njerëzit edhe të mbështesin ekipin në distancë pak në të festojnë. Do thënë, downtown Toronto është e gjitha në atmosferë futbolle. Dhe atë shoh njerëz rrugës që të gjitha racave që vishen me fanella të Kroacisë, të Bosnjës, si t'u dali, po ka, atmosfera është mirë, po është e përqendruar atje në downtown, nuk është siç është në Evropë që ti kudo e ndjen që botrori po luhet. Shef ndonjë flamur nëpër makina, tek tuk, të rrallë janë flamujt e Kanadas, më shumë ti shef flamujt e Ekuadorit dhe të Kolumbisë dhe të Brazilit. Secili bën tifozeri për vendin e origjinës në radhë parë dhe pastaj çik për respekt për Kanadan, mund të vëni flamur të vogël të cepit. Çik për respekt sot. Kamber, unë jam i sigurt që me këto që po na thua, nëse do vendosësh te makina jote ca flamuj shqiptar, besoj të gjithë do fillojnë do bëjnë tifo aty se kanë iden fare që Shqipëria nuk ja doli dot në këtë arritje historike që të kualifikojnë. Po që kanë edhe shqiptarët se si duket kanë qenë në treg ata flamujt dhe shoh shumë flamuj shqiptar që mbulojnë kroskotin e makinës komplet, jo kroskotin, atë kofanën e makinës komplet me flamur shqiptar dhe po njerëzit kujtojnë se janë në botror. Shumë e bukur, Pse themi ne Kanadez, jo, ne jemi në botror, ne kemi botror. Kamber, nuk e di, a i pek të ndeshjen tani sa ke mbaruar punë, a i pek të Francë, Norvegji, edhe Senegalin. Është e premte, ore fundit e të premtes duhen mbaruar gjitha punët që si bën dot në fundjavë, kështu që nuk e pash, vetëm pash rezultatet. Kërkojnë djetë, e dija që do isha në emision futbolli i ftuar, po nuk pata mundësi. Jo, nuk ka problem, jo, edhe mbaroj shumë vonë, tani padyshim që puna vjen e para, dhe sidomos kur je aty ti në Toronto që është qendra e biznesit, që vetëm për lek. Tani duhet të japësh kontributin tënd për ekonominë e Kanadas, kështu që nuk mund ta pretendojmë atë gjë fare. Por doja të pyesja nga këto ndeshjet e tjera, kush skuadër të zhdukur tani? Hajt, se ka marrë formë çik botrori, skuadrat e kanë treguar kush është më mirë në formë, cila është pretendente reale, jo thjesht në letër. Po mua Argentina më ka surprizuar. Nuk e prisja që me vërtet Messi të ishte në një farë forme, se ishte në formë të mirë në fakt. Po. Prisja më shumë nga Anglia në fakt kësaj radhe, se dukej sikur do ishte në nivel të mirë, ta shohim se çfarë do bëjnë në ndeshjen e fundit, mbase e kthehen shpresat. Gjermania është gënjim komplet me atë humbje, megjithëse ata nuk kishin as interes as fitonin as të humbin, ishte ti bëj qefin kolegut aty, Brazili ka shanse, nuk e ka mbajtur mend nga hera. Kemi shpresë, faleminderit. Po ajo Argentina akoma nuk e kuptoj. Do me thonë Argentina, Messi ka qenë super form, 5 gole Argentina, 5 gola Messi, por në rast se larqo, se nuk e uroj, nëse dëmtohet Messi, ajo Argentina ka qenë skandaloze, elementet e tjerë. Ata u morën vesh, ata shënuan. Pra nuk ka treguar futboll fare. Tash unë nuk jam ekspert futbolli, mua më pëlqeu shumë çfarë pash. I kam parë të dyja ndeshjet e Argentinës edhe nuk e prisja që të kishin ai farë niveli fare, duke parë Messi 38 vjeç, edhe duke menduar që gjithë loja do fokusohet te Messi, po ishte kontrasti i madh për shembull në Portugalin, që po fokusohet Ronaldo dhe s'nxori asgjë ndrit. Po. Gjithsesi të falenderoj për pjesën e Brazilit, sepse po e marrin veten
hap ndeshje pas ndeshje, avash. Ndërkohë që kemi Derisa Besarin, qenë finale. Besarin këtu me fanellën e Anglisë që ti shpreh çik kështu, por Besari nuk e ti si tifoz i Anglisë. Unë jam tifoz i Gjermanisë, po simpatizoj dhe Anglinë. Dhe Edhe më pëlqen fanella fanella, shumë e po, bukur, dhe- ngjyra shumë e Po, bukur. dhe më pëlqen ngjyra dhe sot kam ardhur me fanellën e Anglisë. Më Kështu ka që- pëlqyer forma që ka. Është një mendoj se këtë vit mund të ecë si goxha Anglia. Ka element, ka futbollistë talentuar, ka një ekip të konsoliduar. Uroj të eci. Nga ne të katër që jemi këtu tani, ti edhe Arigloni besoni se dhe Arigloni ka shfaqur shumë shpresat e Anglia, ndërkohë që unë isha pak me mendimin e Kamberit që kjo Anglia mbetet gjithmonë Anglia. Anglia do bëj Anglinë. Vjen si pretendente, vjen si favorite, vjen si një ekip i madh dhe finale. pastaj befas shuhet. Venitet rrugës. I ndodhet. Apo jo Kamber? Never say never. Jo, dakor, por but it's never coming home është problemi me ata, se ata këndojnë gjithmonë it's coming home, Mu më kur nuk i shumë po po i më duket ndodh. botrori trajnerëve dhe kam më shumë besim te trajnerët se sa te ekipet dhe Tuchel në krye të Gjermanisë është për të pasur frikë. Ashtu siç Ancelotti në krye të Brazilit. Po, absolutisht po. Prandaj aty donte e kupton tani Kamber prap që ku donte ta nxirrte Dhe karambolin tani. jam i bindjes, ky është botrori rekordeve, të gjithë janë botrori rekordet, po ky do thyr rekordin sepse deri më tani të gjithë botrorët, nëse ka fituar Gjermania ka pasur një trajner gjerman, pra e ka fituar një trajner zvendas i ekipit që ka përfaqësuar, ka ardhur koha që thyet. Se më kujtove rekordin e botrorëve, nuk e di Kamber nëse ti i ke parë këto statistikat, ja duhet vetëm ta gjej një moment, por ishte me gola të shënuar, ishte spektakolar sepse ishte kaluar pa u luajtur këto dy ndeshjet e mbrëmjes. Ishte kaluar rekordi i mëparshëm i vendosur në Katar. Nëse Për gol të shënuar. për gola të shënuar dhe Ja, u shënuan edhe këto 10 gola të tjerë sot, kështu që u egzagjerua pak historia. Me fjalë 173 gola ishin shënuar para këtyre dy ndeshjeve të tanishme. Rekordi i mparshëm ishte ai i Katarit me 172 gola në 2022-shin. I shtojmë edhe 10, ka mbajtur 183 gola në total. Ka formati zgjeruar, ka më shumë ekipe, ka disnivel, sepse edhe te disniveli është kjo pjesa e golave të shënuar, po janë bërë 180 gola. Kam ndryshuar dhe mënyra e të luajturit futboll real. Mendoj, domethënë ekipet nuk janë më kështu që shkaktojnë shumë faulle. Po, këto rregullat e reja të Rregullat FIFA e kanë reja ndikuar shumë. domethënë kanë ndikuar shumë, luhet futbolli i pastër. Na mori malli të shikojmë një lojtar që shtrihet në fushë dhe që rrotullohet dhe që bën drama. Që shikonim para 10-15 vitesh. E kam bërë. Ka nuk e di, atë mungojnë mua, po mungojnë këto lojtarët, kështu që bëjnë drama në fushë, që bëjnë. Ka ndryshuar shumë edhe çfarë shikoj tjetër, unë nuk jam ekspert, po çfarë shikoj duken gjitha ndeshjet pothuajse njësoj, të gjitha ekipet kanë të njëjtën teknikë që luftojnë nga krahët, të shikojnë të japin ndonjë cross, nuk është se shikon në një individualitet, domethënë hiq ata monstrat si që ka Brazili dhe që ka edhe që bëjnë një lëvizje me kokën e tyre, po të gjithë të tjerët janë shumë të organizuar dhe nuk e bën dot diferencën, çdo ekip mund të shënojë. Kur shënoi Curaçao i shënoi Gjermanisë. Ariglon, kush ka mbetur pa shënuar në këtë botror? Panama. Vetëm një ekip ka mbetur pa shënuar në këtë botror. Dhe është Panamaja. Që luan kundër Anglisë. Do shënojnë dhe ata. Thua? Do shënojnë një gol dhe ata. Ndoshta anglezët e bëjnë zemrën gurë dhe bëjnë zemrën gurë. Në fjalë pastaj do edhe një gjë tjetër. Për mendimin tim që po flisim për zgjerimin. Është okay, unë isha shumë entuziast që u zgjerua se Shqipërisë mund t'i vinte radha më në fund, domethënë me këtë zgjerim që të siç e bëri me Europiani që hyri 2 herë për efekt të zgjerimit, për shkak të zgjerimit, edhe kësaj radhe i vajti shumë afër. Në dytë ishim vendtane edhe pas zgjerimit. Po, okay. Po e kishim, jo, shansin e kishim, na i jepte, por super e merituar. Po ideja është që ka ulur i çik nivelin, tash ti kur ke Uzbekistanin edhe ekipe komplet panjore, vjen Curaçao, megjithëse ata vinë gjithë nga shumica nga Hollanda. Po prap është ka disnivel të madh dhe prandaj janë edhe këto gola, përveç numrit ndeshjeve, ti ke tash shënon Kanadaja 6 gola, si ka shënuar 6 gola në 3 kupa bote bashk, sa herë ka marrë pjesë i shënon 6 në një ndeshje.
Po shpresoj tani që te 16 do fillojmë të shikojmë tamam Katari, futboll që do ketë. doja të thoya diçka, Katari është aq ekip serioz saqë 2000 tifoz janë paguar nga shteti all inclusive vetëm për t'u hequr si ultras, madje shumica prej tyre s'kishin qenë asnjëherë në stadium. Kishim qenë edhe ne, Nuk kishin bërë lidhje ato për fare vetëm me Amerikë. me stadiumin. Kam Dhe bërë, para ndeshjeve u jepnin flamuj, syze, kapele. se morëm vesh këtë ofertën kam bërë edhe mund ta kishim shfrytzuar, nuk e di tani. Pra shteti që u paguan tifozëve të gjitha, aman shkonin në stadium për t'u treguar ai çik më serioz. Të duket flamuri me ecë. Kamber, shumë faleminderit që na dedikove çiko pas pune, fillim prag fundjave që e ke aty, se ne na iku fundjava. Faleminderit Na iku e juve. premdja, erdhi nata, na iku fundjava. Tani fillon. Faleminderit, kalofshi një fundjavë të këndshme, inshallah ndeshjet janë një çik më të mira këtë fundjavë. Unë do shoh Kanadan të dielën, të kam të sigurt. Dhe mos haro flamurin shqiptar kur shikosh Kanadan. Bëj lëmshat atje. Faleminderit, natën e mirë. Faleminderit Kamber, natën. Mirë, kneci. Ishim edhe me Kamberin tani. Shiko, është përcaktuar pak kjo pjesa e ndeshjeve dhe faza që do luhet. Pra, Franca Po disa fitoi ekipe janë Franca konfirmuar fitoi grupin në këtë los. dhe do të luajë me Suedin. Madje duhet ta kemi edhe në mënyrë grafike, që të kalonim pak që t'i shikonim edhe grafikisht, ta prishim pak skaletën ndoshta pak më vonë, sepse është shumë interesante që Franca do të ketë Suedin, ndërkohë që Norvegjia u kualifikuar tani ka bregun e fildisht. Ndërkohë Senegali, Gjithsesi në Norvegjia hipotetikisht do luajë kundër Brazilit, po, nëse kualifikohet, ose do zgjidhte krahun tjetër të luante kundër Gjermanisë. Pra nuk është se janë dy krahët që si do të vazhdoj faza me eliminim direkt, që disa skuadra janë të përcaktuara kush kanë dalë. Pra, kemi Gjermaninë që pret Paraguajin, siç e njoftuam Gjergjin. Tani Franca është e konfirmuar aty Me Suedi. e dyta që do të jetë me Suedin me gjas. Por përfundimi Suedia nëse me ato vend që do të mbajë me Suedin do të jetë, pastaj është Afrika e Jugut, Kanada, Holand, Marok, vazhdojmë më poshtë te kjo ana që është o zoti i madh, është edhe Portugalia, është edhe Spanja, me fjalë edhe Shtetet e Bashkuara dhe Kanada, mua më duket sikur kanë një shans ideal që të luajnë deri në 1/8, ta kalojnë edhe këtë fazë në 1/16. Portugalia do ndrohet me Kolumbinë, sepse Portugalia do e mposhti Kolumbinë në neshit fundit. Po, mund ta kemi rokadin që të kalojë nga krau këtej nga Kroacia, Portugalia. Po prapë edhe Portugali Kroaci do jetë një super Absolutisht super ndeshje. ndeshje, po jo nuk është Gjithsesi Kroacia. edhe Kroati në rast se fiton ndeshjen me Ganën, pra kemi prapë ndryshim. Ka ndryshime, ka shumë variabla, jemi ende në Ishin një fazë. ndryshime që mendoj që do ndodhin, ndaj edhe Janë ende, Ceka. shiko, një nga ndryshimet që është, për shembull te ky grupi I që sapo përfundoi, ku Franca e fitoi, Norvegjia u kënaq me vendin e dytë, një ndryshim mund të jetë edhe te Senegali, për shembull, sepse Senegali pas 3 ndeshjeve në kuotën e 3 pikëve është mes 8 skuadrave më të mira që do të Po, kualifikohen. kalon 2 ekipe pas. Jo, kalon më duk se 3. Kalon 3, kalon Kroacin, kalon Koren, kalon Algjerin, por por flasim i 100% të lëna, pra Po. që nuk kanë asnjë shans për ta Po jo, kaluar. Kroacia Kroacia është ka mundësinë për ta kaluar. Okej, se pra, ka po ndeshje. është në 2 ndeshje dhe është në kuotën e 3 pikëve, kështu Po. që nëse marrin mirëfill kualifikohet. Pastaj është Algjeria që do të luajë dhe është 2 ndeshje në kuotën e 3 pikëve Bashkë me Austrinë po 3 edhe Algjeria, kështu që rrezikohet pastaj edhe Kepi Gjelbert rrezikoi ekipe aty se 2 ndeshje 2 pika. Po. Me një fitore apo me një barazim, nëse Është merr edhe- një barazim ka golavarazh shumë herë më të mirë pastaj se sa nëse humbasin Kroacia, ka golavarazh më të mirë se Afrika e Jugut. Skocia është eliminuar zyrtare. Skocia është zyrtarisht eliminuar, pra kemi Belgjikën, do luaj Belgjika, që ka 2 pikë pas 2 ndeshjeve, do fitojë. Po, besoj, Irani me gjasë. prapë me Egjiptin që janë aty me 3 pikë që në rast se Po, fiton. besoj është ka ende, ka shumë skenare, ka ndoj Ka që shumë mund bëhet. skenare, janë ndeshje, kanë mbetur ndeshje interesante përballje për të ndjekur, për të parë deri në fund. Një botror që ka thyer çdo rekord, përveç golave, emocioneve, ndeshjeve, gjitha, shikueshmërisë, tifozerisë,
Do na mbaj aty deri te ndeshja e fundit e grupit. Absolutisht. Edhe Ashtu pse siç na e bëri formula. Portugalia ne me biskotun me Hungarinë Po, jo. që na eliminoi Shiko, nga Europiani. kanë filluar ato biskotat sepse Jo, unë kam thënë biskotat, edhe 2 biskota mbrëm dolën. Dakor. Ishim shumë dakord që mund ndodhin, pavarësisht se pak për kontrapedal të paktën te Paraguay. Ishte Për tipike kontrapedal, ndeshje, se dije që siç do i di. themi në Shumë jargon ndeshje patate, ndeshje. Suedi Japoni për shembull, I thash dije, prisnim gjithë, me fjalë dije kishte ose më sa kjo dita e sotme kishte 2 super ndeshje, kishte Suedi Japoni, ishte edhe Francë Norvegji. Dhe I thash, të shikojmë Francë Norvegji si do luajnë, edhe pse dim që Franca do vend e parë Norvegjia është dorëzuar, po bëri ndonjë surprizë. Suedi Japoni që ne kemi pritshmëri kaq të mëdha do jetë një nga ndeshjet më pak të bukura të këtij botërori dhe do jetë një barazim sepse dyja I duaj barazim. Dhe në fakt ashtu përfundoi 1-1. Këta suedezët nordikët si din mirë këto gjërat e veta. Kjo formula e re që ka aplikuar UEFA fillimisht në Europian, që vendet e treta kanë shanse dhe tani që po aplikohet edhe në botëror, sigur I ka dhënë mundësi dhe ekipeve se ishim mësuar gjithmonë me formatin 2 ekipet kalojnë 2 ekipe dhe duhet dhe- luftosh zjarr. humbiste interesi te ndeshja e dytë, te ndeshja e tretë, kurse tani që kalojnë 3, domethënë disa ekipe nga vendet e treta janë lojë edhe janë deri në lojë ndeshjet e fundit. Siç ishim ne në Europian, domethënë Po. edhe kjo formula që po aplikon FIFA në botëror është interesante. Dhe shef si të mira, dhe pavarësisht se ca ndeshje janë të lexueshme. I mban ekip, Se ne- pavarësisht se ndeshjet të tilla janë të pashmangshme për Për të të gjithë me llogaritë e veta. emocione, domethënë është më mirë të ketë 10 ndeshje emocionuese dhe një po themi biskot në thonjza, Po. se sa të kemi 6 Po. ndeshje që e dim rezultatin që në fillim Unë dhe biskotën e vetëm pres edhe te Austria. E di, do vemi më mbrapa te Austria, të gjithë bota ka diskutuar për biskotën e mundshme. Vetëm një lojtar pretendohet që nuk e dinte fare se çfarë po ndodhte. Elanga shënoi super gol në fund të ndeshjes, u ul në fushë dhe ishte I mërzitur, ishte gati të shpërthente në lot, I vajtën dhe I thanë Miko, jemi kualifikuar, ne kemi mbaruar punë. Edhe trajneri pasaj I Suedis doli në konferencë për shtypje dhe tha, me fjalë, vërtet doli në I barazim, vërtet të dyjave na duhej barazimi, por ne luajtëm ndeshjen. E luajtëm jo me fuqitë maksimale, absolutisht, sepse do ruajnë formën fizike. Luajtëm edhe mund ta kishim fituar dhe ja që lojtarët nuk është se I kishin bërë llogarit në kokën e tyre, nuk është se e kishin të përcaktuar dhe Langa është rasti më I mirë sipas atij. Nuk e di tani nëse ishte pak teatrale apo ishte e vërtet, por realisht foto dhe video qarkullon e Langa ishte gati për të shpërthyer në lot, se kishte marrë vesh fare që ata ishin kualifikuar. Më kujtua kur kam patë rast, më kujtua Mauro Zarate në Lazio Inter. Lazio që në momenti që shënon Interit, tifozët e Lazios nxirrin ato parullën e famshme Oh no, duke sulmuar Romën, që Roma Po. ishte kandidate. Po. Dhe në një moment një nga lojtarët I shko Zarates të Lazios I thotë qetësohu pak se vetëm Zarate po luante në Po, çdo set po, nuk- dy luftim. nuk është se duhet të ndërkohë ata konsumosh te ishin qetësohu se do fitoj Interi. E kemi lënë si ndeshje. Dhe pastaj, okay, Suedia dhe Japonia për të qëndruar Japonia me Brazilin një herë është, nuk e di. Ndeshje e bukur. E bukur, Ndeshje nuk e di e sa të lumtur mund të jenë ata, sa të lumtur mund të jenë ata japonezët që do kenë Brazilin dhe ne. Absolutisht nuk mund të jetë lumtur, profesor. Nuk besoj se janë të lumtur, megjithatë ata do tentojnë çdo gjë, se futbolli tani real gjithë po din të luajnë futboll, gjithë Dhe të gjithë rrezikojnë. lojtarët, domethënë e marrin mësimet e tyre gjatë gjithë vitit me klubet, gjithë din tani si të praktikojnë teknikat, si të servisin futbollistët, kështu që besoj se edhe Japonia do tentoj, pavarësisht se do ta ketë për të vështirë përballë Brazilit, po megjithatë Besar, to kanë bërë edhe një diçka interesante që e kanë ndarë ndeshjen në 4 pjesë. po. Madje një nga ato prezantuesit amerikanë tha jemi në pushimin e parë nga 4 pushimet Po. e një ndeshje futbolli. Si basketbol. Si në Si basketbol, njëjtën gjë kemi bërë dhe ne, po ne kemi me një ndalesë. me një pauzë. Me një pauzë ujë me sponsorin tonë Celida që i kemi gjithmonë. Kështu Do e- bëjmë një 2 minuta pushim. E huazuam edhe ne këtë pauzën e hidratimit nga FIFA dhe e përshtatëm nëpërmjet botërorit 2026. Por ne e kemi vetëm një. Një. Kthehemi për pak. Kthehemi për pak.
Mirë se u rikthyet në këtë pjesë dytë, do e nisim me njëherë me Holandën, që duket se aty ekonomistit po i dal, ndoshta mund t'i dal parashikimi 3 ndeshje 3 fitore. Egzagjerove tani. Ndeshje grupi me parashikimin që do jenë kampion bote, tani. Shiko, se Besari tani, Besari mund t'i japi një vlerësim edhe pak më kështu. Jo subjektiv po, sepse për shumë është gazetar me 20 vjet eksperiencë, por tani po përfaqëson ca ngjyra portokalli. Orange dhe jo në fushën e sportit apo në fushën e futbollit apo kështu, por në punën që ka nisur, që është me një tjetër koleg tonin, gazetar shumë i vjetër, shumë i mirë, dhe ai Gjergji Stefa, që janë te Future Home Orange, punojnë aty së bashku. Tani kjo lidhja me portokallin atje, me këtë lidhje me portokallin këtu. Si duket kjo Holanda? Madje unë jam futur një fushë të re real estate së bashku me Gjergjin, që e përshëndes, dhe me Ervisin. Të dy kanë një zyrë imobiliare, Future Home Orange. Suksese. Faleminderit. Dhe Orange ja kam vendosur emrin zyrës pikërisht për shkak të Hollandës dhe mbështetjes që ata kanë për ekipin e Hollandës. Jemi dakord. Lidhja qëndron, po tani meqense ke atë lidhjen me Po. I përshëndesim çunat, meqense ke atë lidhjen me portokallin atje, po këta portokallin që janë këtu në botror, se doli ai matematiciani që tha që ka gjetur 3 botrorët e fundit. Do e kaloj Marokun, do ja uli çik ato veshës që janë rritur. Duket se e thua për çështje supersticioze dhe kështu. Jo, absolutisht. Ka element shumë të mirë Holanda, po ta marrësh si grup. Nuk ka yje, ndoshta Maroku ka më shumë yje të çuditshme. Por është Hakimi, është Diaz, Sajbari që doli tani. Pra Holanda nuk i ka këto yje. Nëse do themi Van Dijku është në perëndim. Po. Por që mendoj si grup, si kompakt është më mirë Holanda, normalisht edhe eksperienca bën veten. Mos harrojmë që Holanda ka që prej finalit së vitit 2010 që nuk poshtet në 90 minuta dhe në shtesë. Pra, po flasim për 16 vite me një botror që kanë bërë mungesë, që ata nuk humbin në 90 minuta dhe shtesë. Pra, janë eliminuar 2 nga botrori, janë eliminuar nëpërmjet penaltive. Thurinë kanë fantastike. Që nga finalja e humbur në 2010 është e pabesueshme. Është shmenduri. Dhe me fjalë të kesh një curi tillë janë eliminuar 2 nga Argentina. Të kesh një curi tillë në Kupën e Botës dhe mos arrish ta ngresh trofeun, pastaj kjo është dramatike tipike për Holandën pastaj. Është ndoshta mungesa e një trajneri që të ketë një dorë të hekur të mbledhë ata futbollistë. Penaltit janë, kemi thënë gjithmonë janë shans, janë rulet ruse. Të shkosh të eliminosh edhe të dyja herët e ka eliminuar Argentina. Çështje pasaj mentaliteti brezash, gjithmonë kanë qenë një ekip i mirë, kanë arritur deri gjysmëfinale, finale, por ai domethënë. Ky është problemi atyre. Jo, për breza Holanda ka qenë më mirë me herët e kaluara, sepse Holanda sotshme jo, s'ka emra fare, nuk vazhdon luan Memphis Depay pra. Me fjalë madje edhe nga Stoli, po nuk është se ka kodi gat. Kështu që po luan nga Stoli se ka kaq vite. Doli ai Samur Vili jo. Me fjalë nxjerrin ndonjë lojtar kështu nga hiçi, është Dumfries, nuk është s'është Dumfries që ka qenë në këto 2 edicionet e fundit në Serie A. Ja ka ngatruar çik kokën ai. Po. Me fjalë shumë është ekipi i çuditshëm, mbetet ekipi i çuditshëm, po prandaj është interesante kjo Holanda. Dhe ndërkohë kishim pastaj o zot ky grupi D që ishte grupi më i çuditshëm, Shtetet e Bashkuara me Turqinë dhe Paraguay me Australinë. Një paqe me llogari. E kemi titullin të kjo Paraguay dhe Australia, sepse realisht ishin të dyja që thjesht nuk donin që të fitonin. Nuk ma morë për bazë kur që kjo do jetë ndeshja më patate e gjithë kampionatit, 1-0 aty që lini topin mes fush, sepse të dyjave u interesonte. Paraguay akoma nuk e ka siguruar zyrtarisht. Po. Por që ka shpresa minimalisht, shpresat më kryesore janë që Uruguay të mos fitojë kundër Spanjës dhe janë automatikisht të kaluar. Dakor.
Pra që është llogaria më e thjeshtë e atyre, si ose Arabia të dali barazim me të dali si doj Uruguay. Të besoj 90 minuta ishte kjo ndeshje e tmerrshme. Vetëm 7 goditje në port. Në 90 minuta më fjerë kush ka qenë makabritet për ata tifozë dhe shkret që e kanë para të ndeshjen atje. Edhe ata edhe festonin nëse janë Po kualifikuar. ishin të dyja të kualifikuar, pra absolutisht absolutisht ekipet sigurisht. bëjnë llogari dhe janë të pashmangshme. Ka ndodhur në Europian, do ndodhi në botror, janë ndeshje që të pashmangshme. Okej, FIFA dhe UEFA me formulat e tyre janë munduar që të arrisin konkurrencën dhe çdo ndeshje të bëhet të luftuar në çdo moment, por do ketë dhe momente të tilla dhe ndeshje të tilla, fakti që krijohet një formulë me 48 ekipe dhe me 104 ndeshje. 104 ndeshje do të thotë një ndeshje, dy ndeshje po e tolerojmë për hir të spektaklit, popularitetit. Po, absolutisht po. Dhe kishim këto, nuk e di sa u ka befasuar kjo fitoria 3-2 e Turqisë pastaj përballë Shteteve të Bashkuara. Unë e prisja 3-3, më duket se parashikova Riglon, prisja ndeshje me shumë gola dhe për barazim ishte se goli është bërë në shtesë nga Turqia. Po, në minutë 98, në minutë fundit. Unë nuk është se kisha do të thonë, ishte nga ato ndeshje që thjesht do luhet si e fitoi SBA-ja, si e fitoi Turqia, si u nda barazim. Nuk kishte ndonjë gjë, më befasuan pak turqit, jo për fitoren, por mënyrën se si e festuan dhe si festonin ato Montella si feston dhe sidomos e goli. Ato më kujtua pak Silvinjo që ne u eliminuam na iku ëndra e botrorit me Polonin. Dhe ai tha nuk dua të flas shumë për këtë diçka e tjetër se kemi një ndeshje të rëndësishme tha me Ukrainën tha pas 3 ditësh. Që s'kishte asnjë lloj vlere, edhe ata një fitore pa asnjë lloj vlere thjesht. Kemi një miqësore shumë të rëndësishme. Po, kemi një miqësore Ukrainës. Ndërkohë ne sapo na kishte ikur botrori. Po, ka qenë në momentet paniku, në momentet shoku se shok, padyshim që edhe unë mendoj tronditja ka qenë aq e madhe, dëshira ka qenë aq e madhe. E njëjta që një ka qenë aq i madh sa që ndonjëherë edhe unë mbet. Domethënë dhe atë që. Po tani me logjik tani besoj që Silvinjo që ka luajtur në nivelet që ka luajtur, edhe që na kualifikoi edhe në Europian, e di shumë mirë se humbi rastin e jetës. Se hyri ai në legjendë në Shqipëri, po aty pastaj nëse arrinim dhe në botror. Absolutisht, do kalonte stat tjetër. Po. Edhe tepër se legjenda. Do ishte perëndi në Shqipëri, ndoshta do i bënim edhe ne ndonjë statuj siç i kanë bërë Messi te Cristiano ose gjithë hyrejve shumë të mëdhenj. Do ta meritonte, po banor me drejt votën lushnje e bëm. Duhet parë nëse do vi. Në 2007 të zgjedhjet lokale që do kemi. Ose ndoshta edhe më parë, se nuk i di. Kemi lokalet njerëz. Okej, e marrim kështu të mirëshon me ato që dim. Pastaj ajo që mund të ndodhi është shumë spekulative që të flasim. Po rim te futbolli se jemi mirë. Rim se tani po vetëm mesnata Riglon, këto nuk janë muhabete mesnate që bëhen. Nuk janë muhabete që bëhen në mesnat dhe mbi të gjitha jemi vetëm 2 orë larg sa ndeshjeve. Uruguay Spanjë për shembull, që pritet të jetë shumë e bukur në grupin. Unë do e shikoj me patjetër këtë ndeshje. Se mos të zë gjumi edhe ne, pastaj nuk do jesh 23 këtu në program. Asnjë lloj gjumi, dhe është një ndeshje që nuk duhet humbur, ë? Nuk duhet humbur. Po ti si e shikon? Besoj se Spanja besoj se fiton, ka një ekip shumë të mirë, ka lojtar. Po, që e njohin shumë mirë lojën e grupit, e njohin një tjetër, mendoj se do fitoj. Megjithatë jam me kolegun Arigloni që është një ndeshje për të parë pavarësisht orarit, po shiko, në momente të tilla sakrifice. Megjithatë mund të sakrifikosh. Jam kurioz, do të shikoja pak nga regjia nëse mund të kemi atë të grupeve. Pra të çifteve, se si të çifteve, të rikthejmë edhe një herë tabelat e çifteve. Shiko, është një rrëmuj, ky grupi H i Spanjës është një rrëmuj totale, sepse Spanja do Uruguay, Spanja ka 4 pikë aty. Spanja ka 4 pikë, mund ta mbylli edhe në vend 3, edhe pse kryesor. Ka 2 pikë Uruguay, ka 2 pikë Kepi i Gjelbërt dhe Arabia Saudite ka 1 pikë. Teorikisht edhe Arabia Saudite po të fitojë me Kepin e Gjelbërt, kualifikohet. Po, jo është tjetra, jo. Këto janë tabelat e ndeshjeve po që do të luhen në fakt. Me Norvegji Francë që u luajtën. Që u luajtën. Këto janë 5, janë 15 të kualifikuar zyrtarisht. Jo, janë më shumë se janë 19. 4, 16, 19. 19 ekipe të kualifikuara, është tabela e më parshme që kishim. Po, kjo këtu. Eksaktësisht, kjo është tabela. Tani momentalisht kemi Spanjën në vend parë, Kepin e Uruguay në vend dytë.
Po, Uruguayin vend 2 dhe kepi Gjelbërt ose Arabia Saudite që do provojnë të kapin ato vendin e tretë. Kepim vend tret. Jo, doja të shikoja vendi i tretë i Nuk Spanjës. ekziston fare vendi i tretë i Spanjës. sepse- për momentin sepse sepse janë është shumë poshtë në renditje ato, por është shumë interesante. Është edhe më e bukur akoma, se kjo ndeshja e Spanjës që do luhet tani lidhet me një situatë të pazakontfare që është në këtë botror. E shikoni ata Austrinë që është kundërshtar i mundshëm i Spanjës? Po. Sipas rregullit të ri të FIFA-s për ndeshjet direkte, Austria dhe Algjeria ndoshta i intereson që mos ta fitojnë ndeshjen e fundit të grupit. Të dy ekipet e kanë të sigurt që përfundojnë mbi Jordaninë. Por vendi i dytë i vendos përballë Spanjës në grup. Vetëm se Dhe tani situata është që Austria ndoshta shpreson që të zbresi në vendin e tretë, por Algjeria do të ishte edhe lumtur me një barazim ose me një humbje që të qëndron. këto llogari është pak e çuditshme këto kjo llogari që ndodh në bien grupin. poshtë me fitoren 4-0 të Senegalit, Sepse i ka zbritur këtu aty. sepse i ka zbritur 5-0 Senegali, jo? 5 apo 4? 5-0 mbyll Senegali. Okej. Ndoshta janë shënuar minutat e fundit, nuk e pash minutat e Po fundit. Senegali më duket se është mbyllur 5-0. Një sekond vetëm që ta konfirmojmë që të jemi korrekt. 5-0. Senegali është mbyllur Ndjes nuk e kam 5-0. parë golin Po. e 5, pash atë të Francës. Ju kam ndjes. Nuk- Edhe Jo, nuk Dhe e me- faj në me- fakt me- sepse ishte me fjalë në një ndeshje kaq të kështu, ishte minutën e 82, vëmendja ishte përqendruar mos bënë ishte me te gjë Spanja, te te Franca. Franca, mos bënte diçka Dhe norvegjike. po të shikojmë renditjen, Senegali ka golavara shumë mirë që është me 3 pikë Okej. dhe në rast se Algjeria do mposhtet, Algjeria është mposhtet edhe Jo, 3-0. Po Algjerisi e parë. mjafton barazimi pra. Po barazimi Të nuk dyjave u mjafton barazimi. jo, por me barazim me Austria qëndron vend 2 dhe Por nuk në e ka rast se fare. fiton Algjeria dhe humba Austria, Austria sërish është rrezikuar se Rrezikon edhe bingelet me Austria, 3 po pikë. pra lozet për një barazim tani. Pra, Më mirë të lozet zgjedhësh për Spanjën se sa të Ai- rrezikosh eliminimin. Ajo është barazim Ose Algjeria teorikisht po të Për humba mu si është me 3 pikë në vendin e tretë që është Paraguay, Taron. Australi. Fotokopje, hyni 0-0 pa emocione fare. hedhim topin mes fush, pim nga i kafe, ikim në shtëpi. 0-0 mbajmë atë pikën. pas një lloj emocioni. Po, padyshim që po. Sepse të dyja rrezikojnë. Më Okej. mirë kalo me Spanjën apo me dikë tjetër kalo grupin me na futet e parashikimet. Bëjmë parashikimet për grupin e Spanjës, grupin ha tani Uruguay, Spanjë, si mendon tani Besar? 0-2. 0-2, ë? Po. Unë them, jo, e mendoj një 1-3 se do tentoj të bëj diçka Uruguay, po do hapet shumë. Po pastaj kepi Gjelbërt Arabi Saudite, po më fal, edhe ti Ariglon. Jep edhe ti parashikimin të. Për Spanjën, Po. 2-1. Për Për Spanjën. Uruguay. Ah, për Uruguayn, Uruguayn. absolutisht. Spanja del vend tret. Guximtar. Spanja e mbyll në vend tret. Okej. Po kepi Gjelbërt Arabi Saudite? 1-1. Jo, unë mendoj që këtyre i duhet patjetër fitore, po mendoj që do jetë befasia më e madhe e këtij botrori do të jetë kepi i Gjelbërt 2-0 për kepin e shokun. Unë jam 1-0 për kepin e Gjelbërt, ndërkohë që Uruguay dështoi dhe i gjë. Edhe po doli 2-1 nuk e qy rezultatin nëse Valverde nuk shënon gol. Tani shiko, mos i rëndojmë. Po. Jo, do rëndoj. Okej, Do rëndoj. dakor. Pastaj kemi se e kaluam shumë orën, e tepruam edhe Besarin e mbajtëm më shumë nga sa duhet. Kemi grupin G. Luhet Egjipt-Iran. Besar, si është Iran, po. 0-0. 0-0 e mendon Besar, jo, unë e shoh të paktën që do jetë 1-0, shumë e vështirë, po do jetë një 1-0 për Egjiptin. Nuk e di për ty Ariglon. Irani fiton 0-1. Fiton Irani. Egjipti do i bëj nder Iranit, do e lejoj si vëllezër musliman që janë, sepse kalojnë të dyja me 0-1 me fitoren e Egjiptit. Nëse shikon rezultatin me fitoren e Egjiptit, me fitoren e Iranit kalojnë të dyja. Me fitoren e Iranit Egjipti zbret në vendin e tretë pastaj dhe s'ka llogaria pastaj. Nuk do fitoj Belgjika me Zelandën e Re thua ti? Do fitoj. E pra. Kështu që Belgjika 1-0. 1-0 thot Besari, jo unë mendoj që nuk do tregojnë mëshirë fare këta. Do shpërthejnë çunat e Belgjikës 3-0 them unë. Unë jam 0-5. Për Zelandën? Për Belgjikën. Për Belgjikën. Fitore 5-0 Isha me dyshime për një gol të Zelandës, sepse Chris Woodi më pëlqen si sulmues. Po. Por
0-5. Ndërkohë kemi do të luhet edhe grupi L, ndeshjet janë goxha të bukura. Do të luhet edhe grupi L sepse kemi Kroaci-Gana. Si e shikon Kroaci-Gana? Kroaci-Gana, Po, mendoj se fiton Kroacia 2-1. 2-1, ëh? 0-0, Kroaci-Gana. 2-1, 0-0. Jo, po pse 0-0 kualifikohen dy në fakt me 0-0. Edhe Kroacia e lumtur do jetë pse të rrezikoj që të rrifet, Gana pse të rrezikoj. 1-1 thëmë. Është identik si Suedia apo një kjo ndeshje. Ma bëri për inat në tukët. Jo, si ishte 0-0 po e ndrove. Jo, po, mendoj që do ishte 0-0, po duke parë Kroacia, Gana tani në një plumë qorë do ikë atje. Dhe do të detyrojmë të përgjigjen këtë. Dhe pastaj kemi pa dyshim Angli, Panama. Do ja lemi gol Panamas. Ta shënoj dha jo, ta shijoj dha jo rrugën e rrjetës. Besoj edhe unë këtë. Unë do e le 1-3. Anglia 4-0 mendoj. 4-0 për Anglinë thot Besari, 1-3 thot Me Arigloni. bluft anglisë këtu s'kishte si thotë. Jo, edhe unë besoj që po është 1-4 për mua. Do ketë shumë gole Anglia, do bëjnë çik gjithë, mos bëj vetëm Harry Kane nisa. Ta lemi gol edhe Panamas. Po e lash 1-4, e lash sepse nuk mund të mbyllet ky botror me rekorde tani, nuk mund të mbyllet me këtë njollën e zezë që ngeli edhe një ekip. Ngeli një ekip pa shënuar. Do ishte shumë katastrofë, mendoj. Ne kemi edhe një traditë në fund Besar që të ftuarin e pyesim me fjalë jo thjesht ti je tifoz me Gjermaninë. Po. Që simpatizon edhe pak Anglin, po për te edhe ndjenjave dhe kështu. Po duash mund të shprehësh që edhe Gjermania do jetë kampion e botës, po cila mendon skuadër që realisht kë parashikon që do të jetë kampion e botës? Siç e them, jam tifoz me Gjermaninë. Besoj shumë se shikoj konkurrent të fort Francën për ta fituar sërish të kampionat. Megjithatë dhe Anglia besoj se do ka vërtet mirë. Ndoshta fanella jote jep fat. Francë ose Angli? Po, okay. E shkurorëzojmë Argjentinën. Ariglon si mendon? Argentina është shkurorëzuar që në fillim, që në momentin e parë që e shkron Bilbilit në Meksik Afrik, Argentina ka kryer punën atë. Gjithsesi, edhe për sot ju faleminderit që na ndoqët, faleminderit edhe Besarin që patëm studio dhe lidhjet live. Gjergjin edhe Kamberin që shumë interesante. Nga Amerika dhe nga Kanada. Jo thjesht nga Amerika, të lutem, nga Boston Stadium. Nga Boston Stadium. Te një nga ndeshjet e botrorit, te një nga ndeshjet që ishte nga më të bukurat e botrorit realisht ndërmjet Francës dhe Norvegjisë. Besar, shumë faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi dhe suksese. Faleminderit. Ndërkohë bashkë ne do rishihemi sot. Përsëri sot është 4 minuta pas mesnate ka kaluar ora, në 23:00 ne do të jemi përsëri për të komentuar 6 ndeshje të tjera që do të ravizojnë edhe më mirë edhe më qartë fazën e 16-ave pasaj. Edhe të kualifikuar të tjera. Natën e mirë. Natën e mirë.